Dhe Jona Mihalit I ka ndalë mesazhet që tregon kuj mi anal rrymen, kuj mos mi anal rrymen. Kush guxon me u punsu, kush s'guxon me u punsu. Dhe Jona Mihali ka qenë person non grata në Kosovë. Me ardhin pushtet të lëvizjes vetëvendosje, pa asnjë kriter asaj ju ka erdhur në shtetësia e Kosovës. Unë nuk mundem shkoj në kuvend dhe nënshtrohna para një regjimi I cili tenton me vendos diktaturë në Kosovë. Ti përmend edhe Jona Mihalin edhe po du më lidh edhe në pak të kjo, ç'është mundet e njëri pa kon ministre, pa kon deputete, me pas çka shumë dikem, që gjithsesi cilin studio televizive përmendet emri I saj. Dgjoj, kur na kemi thonë fillim që Jona Mihali është ajo e cila e përzim politikën në Kosovë, e cila e ndërhyn në çdo porë të jetës, shumë kush na ka marrë si hajgare këtë punë qysh. Po jo keni pa, Jona Mihalit I ka ndalë mesazhet që tregon kuj mi anal rrymen, kuj mos mi anal rrymen. Që Jona Mihalit I ka ndalë mesazhet kush guxon me u punsu, kush s'guxon me u punsu. Cili deputet çka guxon me fol, janë fakte këtu ka ndalë mesazhe, janë tashmë publike, ju I keni nxjerrë, si kemi nxjerrë na. Sot Jona Mihali vendosa mi u dhon punëtorëve të RTK-s paga mos mi u dhon. Ju e pat një herë thanë s'kena pare, tash pas kam pare. Sepse këta janë qasi njerëz të cilët krijojnë problem, pastaj me dalë që sikur na po I zgjedhin probleme. Pse u dasht Milan një muj ditë punëtorët e RTK-s pa paga? 90% tyne janë e për kredia. Kanë fëmijë, kanë qeraja me pagu, janë mujt e dimrit, është ftoft, kanë me pagu rrymen. Pse? Për me kriju kaos, për me marrë vëmendje, për me kriju të llovi. Këta janë vetëvendosja. Dhe ju e dini, Jona Mihali ka qenë person non grata në Kosovë. Me ardhin pushtet të lëvizjes vetëvendosje, pa asnjë kriter asaj ju ka erdhur në shtetësia e Kosovës. Kështu që janë gjana të cilat na duhet fort me punu, me pas shumë kujdes dhe vëmendje dhe mos me leju që me shkatru këtë vend. Unë përdu me kalu edhe një deklarat tjetër e jote, se po mdokët dhe shumë deklaratat tua pas në moment. Ka qenë edhe një seancë ku ja ke ndërprej fjallën Avni Deharit. Çka ndodhi? Si ja ku ndërprej fjallën Avni Deharit, ka qenë një vit I mbrapsht sa I përket politikës në Kosovë. E ju e dini që nga politika në varen gjitha çështje tjera jetësore, sepse kur s'ki politikë stabile, s'ki zhvillim ekonomik stabil, s'ki siguri stabile, s'ki arsim stabil. Dhe më thonë, kjo shkon pastaj zinxhir dhe ishin një nga ato seancat e famshme çdo 48 orë, aja pa të mësu një fare refrenin, ndalja mikrofonin, ndalja telefonin, nuk e di shumë kur, çka po ndalë, dhe unë kisha në emën të grupit parlamentare, kisha fjallën atë ditë, dhe në momentin kur po dalën foltore, po filloj me thonë fjallën time, a I dha urdhër që ndalet mikrofoni. Kërkova të ma jep të drejtën e fjallës, e drejtë e imja që më takon me kushtetut e ligje, dhe ndërhy 2 hera ose 3, kështu me radhë. Dhe herën e tretë, shkova ju luta, thash të lutem, ma jep fjallën. Në atë moment, a I prap këm gulli që mu mos të mipet fjallë. Dhe atëherë edhe unë protestova, thash nëse s'flas unë s'do të flasësh as ti. Se o do të flasim gjithë për shka jemi në kuvend, ose do të flet askush. Aty jemi gjithë barabartë. Tjetër është se I bjen hise dikuj me kryesu, se e do rendi, si kur sot që ti po e kryeson këtë emision, po jemi të barabartë në kuvend. Jemi deputet zgjedhur, asnjë nuk është I emëruar. Dhe unë nuk mundem shkoj në kuvend dhe nënshtrohna para një regjimi I cili tenton me vendos diktaturë në Kosovë. Unë e kërkova të drejtën time dhe protestova për drejtën time dhe ai e ndërpreu seancën.